Një nga faktorët që kanë ndikuar në ndryshimin e sjelljeve njerëzore është zhvillimi i teknologjisë dhe mjeteve të komunikimit. Dhe ky fakt nuk ka se si të kaloj pa u vënë re nga dy aktorët tanë që merren me sjelljet njerëzore, Besart Kallaku dhe Erion Isai. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Sot tek sjellja do flasim për celularin, si ndikon tek ne celulari dhe si ndikojmë ne tek celulari. Situata e parë, jemi në trafik, unë jam i çun që jam me makinë, ti je gocë mrapa me. Goca! Goca me makinë. Fillojmë? Qa bomi goce, o? Ja i sekund që unë i sekund. Qa bomi se na përplasë, o goce? Pra po ja i sekund, sa t'ja që i kësaj shoqes. O njeri, a kupton që kemi përplasë makinat? Nuk kemi përplasë. Qa kemi, qa ke? Qa ke, moj? Maroj oferta internetit. Përdorimi celularit tek sjelljet provinciale, situata është kjo, jemi në kinema. Unë jam i çun, ti je i grua aty në kinema. Jam as ti. Pa, radhë të ndryshme. Jam kinema, mor bur, hik se të marrë në vonë, hik. A që? E di këtë drejt, më falja, e mbylla. Hajde kokoshka. Faleminderit, nuk du. Fresta. Nuk du. Salat, Por nuk du. E mora vesh qarona kur të marroj filmi, mor bur. Më falj, këtë drejt, ha. Fiket telefonin e ne bëhe si nona. Shë mi shi e ke boti, none? I kam hej zilen e ne kam bo me vibrator. Si ndikon celulari në marrëdhëniet mes babait dhe gocës? Situata është kjo, goca ka rënë dashuri dhe do i tregoj babit. E në unë jam goca. Sigurisht, unë baba, fillojmë. O babi, Hamër bab, kam rënë dashuri me njërin, po e kam për seriozisht. Po mirë mërë bab, thuja ti çunit vitëm takoj, ta shofi mirë si orë si O babi, nuk vjen do ta i. Po që të bojnë ku ta i shof? Shive ke Facebooku, fetiu real love. Mirë mërë bab, le e çunit, thuj babës çunit vitëm takoj, flasim si burë. As babi ati nuk vjet dot. Po ku ta shof bab në atitu? Shive ka i foto që i ka bo tag Babiloni Papuccino mio. Përdorimi telefonit në shkollë, jemi 2 nxënës në gjimnaz. Fillojmë? Qa e të bëmër, bu? Le, plak se jam të shkujti status qa pjeshke që ka kjo zysha re. Pa hishe mërë të vje keq për zyshë, si sa apasionumer, si sa me vrullë shpjegom si. Uj, dale! Qa kemër, bu? Mza zysha like. Dhurat për ditëlindje, tek sjelljet provinciale. Po. Çuni, nona. Filloj? Po. Oj, non! O vdek nona për të moj shala! O mreti nona, mreti nona! O të moshe nona! Arri për të si më, rri! U bëfë 100 vjeç, re! Falim nej! Të kam bojë dhurat! Qa ke non? Telefon? O telefonet televizor, a qikullat, qa? Jo, është telefoneri, modafoneri, 1 milion lek ka bë. Kujtë me ja fëte? Qeri? Kuj ka butonat kë? Përdorimi telefonit në krevat, tek një qift. Po ti të bësh gocën. Mirë, hajtë se e bëjon. Fillojmë? Shpirt. A je për me një të keqë? I sekund zemra, se ka shkyti shoqja ajo i status Facebook feeling alone dhe po i bën koment gjithë gocat, i sekund. Filloj me çunat neu? Pas një gjysë ore. O shpirt. A je për me një të keqe?
I sekond shpirti, se ka u... Ha më zemër, ha më mos e në shmene. Shpirti! Pra, i sekond. A je për me një të keqë? Shpirti pra, se ka udhi shoqja jo në Instagram foton e keku që kishte gatu dhe për shkrim gjithë gocat. Mas një ore e gjys. Shpirti... Ha? Për me një të keqë? Fike ditën se do flej gjumë, i lodhi sy celulari, Shpirti. O, që knashme. Produkti më i shitur në treg. Tja e gruaja që shet, unë jam çuni që do vit blej. Ajde, iPhone-a ke nona? Qa po bën, më burë, qa po bën? Kam dru ven, jem ke dolari. Ajde, iPhone-a ke Po nona? pse ju fry iPhone-ave se marrveshën? Mu ka po fiksim. Mirë, hajde. Ajde, iPhone-a ke nona? None, Ha? sa po ka iPhone-i këtu? 650 euro! Ja, që ka i shtrejnë, s'jam t'u blej gjoke ty. O, i shtrejnë? I shtrejnë dhe s'jam t'u blej gjoke ty. E në gjona tjera ma të lira. O, pëtë qa sheti, none? Hajde, misra imi lekallini.